Shikues të nderuar, mirë mbrëma, mirë se vini në ekspertizën e radhës. Me mua në studio janë ekspertët e estradës. Zotëri Arsem Brovina, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Zotëri Nusret Azemi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma motër. Mirë mbrëma vlo. Zotëri Tom Loshaj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dhe zotëri Vedat Gashi, mirë mbrëma. Sot jetojmë një kohë ku filozofia është bërë pjesë e jetëve tona. Zotëri Brovina, këngëtarët tanë janë më filozofik se kur. Madje disa nga ta shkojnë aq larg me tekstet e tyre, sa që është krijuar një pikpyetje e re sa i përket filozofisë moderne. Marrim shembull Gjikon me këngën e tij Si Bugatti. Ju faleminderit për ftesën e nderuara Liberta. Kjo temë është e thellë. Saqë besoj se nuk do të na mjaftonte një emision për ta elaboruar në tërësi. Sa i përket këngës Vum Vum Kawasaki, Si Bugatti e ka emrin. po, nejse. Po jo, nëse veç gabojnë anë titull, atëherë tregon që jena shumë jo profesional. Atin se kisha pas shef që ky emision më dalë sa ma i pocit masi veç është fjala për Gjikon. Vazhdo të lutna se ndërprejo. Mirë, pra kënga Si Bugatti. Pra kjo këngë ka disa shtresa dhe duhet shihet si e tillë. Ne sapo dëgjuam këtë këngë, me njëherë bën ftesën për antarët e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Republikës Kosovës, edhe pse vonë, edhe pse në moshë, të gjithë gjetën kohë që të jenë prezent, dhe vërteta është se u gjendën aty, erdhen. Sepse ne mendojmë që një tekst me një peshë të tillë, një tekst me një barë filozofike, le të themi, vërtet do të ishte një gjuna i madh. Më fal, është mëkat. Se gjuna është fjale huj, mëkat është shqip. Kërkoj falje, vazhdo veç. Jo, lutem, dakor, do të ishte vërtet një mëkat i madh në rast se do të tejkaloj pa u vënë re nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Republikës Kosovës. Zotëri Loshaj, sa ndikim ka kjo këngë në zhvillimin e identitetit të shoqërisë sonë? Faleminderit shumë. Në parim unë e shoh veten si populist. Dhe kur bëhet fjalë për këngë tilla, për një me duhet mu analizu holl e holl dhe nuk lëshohen këto këngë veç hajt. Çka kisha propozuar unë? Kisha propozuar fillimisht më shkruaj teksti, sepse është tekst për një me peshë. Më shkruajt, më shtyp në disa broshura, edhe më vendos për shembull në fshisat kerëv, njerëz me marrë me lexu, më ta pru për shembull ai me faturë të rrymes të banesa. Njerëz me lexu paraprakisht, mu mishnu me tekstin. Nuk kisha thonë me kap, këta është hajt kape tekstin, muzikën edhe vilshu, sepse këngë tilla më të nxon të pa përgatitur për një me shkaktojnë probleme të ndaja. Dhe ideja jam është kështu. Bëhet tekstin, njerëz e lexojnë, mishnuan me tekstin, kalon edhe kjo, bëhet instrumentale, një 2-3 muaj ditë shkon në radio, sepse s'ka gazepe, njerëz mësohen me to. Tani kur të palohen këto dyja, teksti dhe muzika, domethënë del diçka gjigante, në parim po flas. Sepse nëse lshohet kjo më herë, është reakcion i madh. Pezom sikur në temperatura shumë të ulta, kur e merr do ujë të nxehtë dhe ja xhun shofershojmes, bam, domethënë veç çohet shofershojme. Apo më kupton? Domethënë do të më pas kujdes. Pajtohuna plotësisht me kolegun. Herën e parë kur e kam dëgjuar në këtë këngë, ishim tu kthy prej një varrimit me një bazanakut. Në hasat jetu lëshut e poshtë edhe rruga jo bashkë e mirë. Edhe një BMW e mirë, mrapa isha ullë, një farqetësie, edhe i mërzit shumë pak. E kom ndëgju këngën, edhe ka ardhë momenti kur autori ka thonë Vum Vum Kawasaki. Me të vërtet, që edhe qëtash përën qethna, u konë moment shumë letësus për mund ato rëthana, edhe t'ju thëmë drejtën jam friksu që nuk e përsërit, po autori Zemërgjirë edhe ka përsërit edhe disa herë Vum Vum Kawasaki, edhe e kom di, si që thash, një farë letësimi që veç në ato momente që shkom ditë me ndi, se për moment nuk di në është ta me spjegu mirë, po mendoj që është këngë bombastike, është perlë që për rënqeth në pasharët. Interesant. Zotëri Gashi, cili është mendimi yt? Mendimi im është kë.
Muzika të na është në tetë një bazenit, ndërsa bazeni i mushun me mot. Po, fryni supës ju lirisht. Na jemi në tetë një bazenit, veç edhe pak o këna duhet që me nashti komplet qatë maskarallakun, qatë mutin që e përmena. Edhe menoj që filet këti turbofolku janë qysh prej viteve të 90-ta. Në më thonë edhe një prej kryesorëve, mekatarëve më të mëdhenj është MC Beka, po do t'i kthehemi atij pak më vonë. Nëse ju kujtohet Akademia e Rum, ato tekstet, ato këngë që i përzishin ka pak tekst, ka pak humor. Kujtohen, kujtohet ajo kënga e famshme, o jajshe, ti kite molla, unë me dikon krejt tjetër, e lash mu po të dardha, a pa t'angulli. A prap t'angulli, po. T'kujtohet, e di. Dhe më thonë, këtu i ka filet. Mandej mas luftës, sinqerisht për ju them, mire nisëm me një hip-hop. Super mirë. Po da aty shlaj fitëm. Nuk e di shka ndodhi, shlaj fitëm. Tash, kush më bën hip-hop? Kërkosh. Femnat pak ma shumë, ma shkut janë ka mirën ma shumë. Mle, t'lash, pse mle, pa shërëp, me konki, kështu diçka. Mandej qohën, zdia këni analizu dhe spotet kove të fundit, qohën vujnë në kere 400.000 euro Bentley. Po nuk ka vujtje në atë Bentley. Në Bentley ki vish knatësi. Ti, vujt për vujnë ladë, ha? Me një fjallë në fund, po du me përmledh. Nuk e kemi as një artist cilin kishëm mujt me u krenu para botës. Kaq. Po e kemi Dua Lipën, Rita Ora, Bebe Rexha. Po e kemi LeBron Jamesin, Robbie Williamsin, Phil Collinsin. Do më thonë, krejta janë gilanit. Jo motër nuk e kemi kërkan. Ata që i kanë bo vetë, na se kemi bo ata. Të kuptohemi drejt. Me një fjallë, krejt shka kemi janë lujma, këtu jemi na. Ka që është mendimi jam, do më thonë, me një fjallë, mut, asgjë tjetër. Veç të keni kujdes pak me fjallorin. Më falë, po ti e din personalisht fare, jam edhe unë nuk kam shef me avarra u shkërkujt. Po jo, për një me kësha pas shef që kjo emision me dalë sa ma i pocit, adin mas i veç është punat për gjikon, edhe këshin mirë me majt pak nivelin e fjallorit. Jo për najsen, po veç jam të pas shef me dalë mirë, mos më kesh kupten. Po, a je për gut diçka, qka? Jo type kur gjo për ngut, nuk jam veç qefi adin që me dalë sa ma mirë, sa ma i pocit që kjo emision, se ti motër, une nuk kom shef me aprish kërkuj. Une kur njët kërkuj që kom prish për kundra zi, njëna si njëri që i motivoj tjerë. Adin, hajde t'i jepim pak zare, le del që emision, sa ma i pocit. Zotëri Brovina? Unë e konsideroj vetën intelektual dhe dua të silem si i tillë. Njëkohësisht kërkoj nga anëtarët e panelit që vërtet të sillen si intelektual. Mos të kapërcejmë gardhin pa bërë hop. Ose mos bëjmë hop pa kapërcyer gardhin. Cila do që të konvenoj, cila do që ju shërben. Pra kanga si Bugatti i ka 3 shtresa. Nuk është bindje ime, është komplet antarëve të Akademisë së Shkencave të Arteve të Republikës Kosovës. Dhe një këngë e tillë, përpos që duhet të dëgjohet, duhet t'i kemi me vete 2 elemente. Një stylolaps të thjeshtë dhe një blok anësh. Duke e dëgjuar, duke marrë domethënë shënime. Sepse duke marrë shënime, ne e kuptojmë mesazhin e vërtet të këngës. Ne si Akademia kemi bërë këtë. Vëmendje ka nga nisë kështu. Dakord, me që nuk jam me vokacion muzician, nuk do doja t'jep janë ndonjë themi kolon zanore që ndoshta nuk i përshtatet. Megjithatë, vazhdon teksti thotë kështu. Me ndjenja thot poloz si me kan bigjoz. All in çdo nat, a thua ki me mlan hares, a kemë pa prap. Ka dale, hajde kënej ngat, pse nuk ma fale, ti edhe një natë. Dhe këtu nga fundi e oqeanit del flota në këtë rast refreni. Si Bugatti mami je. Më falë që kjo vallëzim është bagël, është mut. Më falë që ndërprej vazhdo. Jo, dakord, unë si që thash, me vokacion nuk jam koreograf në këtë rast dhe mund të bëj edhe ndonjë gabim eventual. Po megjithatë teksti vazhdon tutje dhe thot: bum bum bomba, e po them je super, sa po shkojna. Sa po shkojna, po kjo jo rastisht përmende 2 herë. Nuk isha dashme të i kalu këtë pa shoshi që thot populli. Pra, kthehemi te strofa e parë, me ndjenja thot polos si me kanë bigjoz. Çfarë fshihet këtu? Krejt filozofia njerëzimit tybe, prej Aristotelit deri te filozofia atje është di ballabrashda nga fshati Henc. O bile është si ne pe joni.
Vazhdo të lutem mos ndërprej. Saksisht thot teksti alo, alo, çka po bën rrushi. Atë kom thonë shtuneve mos më rrin shtëpi. E di që të ka ndodhë dosene e mërzit, ama pa ty nuk po muj me qëllit. Bënu gati, shpejt si Bugatti, hajna sushi, pina sake, bojna Nagasaki. Bënu gati, shkrepi aparati, unë jam gjiko, këta nuk i njo, po neve na nje pronari. E kur vi është bari, mami po shkelqen si ari, zemrën ta kisha hongër krudo, je ka mërzon si Majlinda në gjudo. Tash një moment, zemrën ta kisha hongër krudo. O, pasha besën, veç ka e ka furë rënqeth në ti e ka mi qënë. Vazhdo, mos ndërprej. Si Bugatti mami je, bum, bomba, e po them, je super, se po shkojna, dhe mendje këtu, vrum, Kawasaki, ama gra, vrum, Kawasaki, no Bugatti, vrum, Kawasaki, ama gra, no Bugatti. Pi, knaqo. Që me rrë të temë të. Në vish le ma pak lusë kemë të shpërloj gujën pak. Pra, Vazhdoj. vrum Kawasaki, e cila përsëritet dy herë. Pra, nuk i është lënë rastësi. Të nderuar kolegë, ky tekst duhet analizohet fjalë për fjalë. Dhe prandaj po them nuk besoj që mjafton vetëm një emision për ta elaboruar në tërësi. Kryevepër. Me të vërtet, kryevepër. Perl e vërtet. Unë menoj që autori ka bën thirrje për investitor të huj. Dhe në këtë rast është ka efton direkt në kompaninë e Kawasakit. Ky ka mujtë me ftu edhe Jugën. Po domethënë e ka kuptuar që nuk është investitor serioz dhe e ka thirr Kawasakin. Domethënë është mirë na si shoqëni me marr model Japonin, për shembull çan boni për shtypje. Mboni shumë për shtypje pastruesve, të na që pastrojnë pyetheshin inxhinier të higjienës. Domethënë që diku e quajnë, domethënë din me vlerësu. Dhe unë personalisht jam mirë njës autorit me këtë këngë që po fton investitor të huaj me investu në vend tonë. Absolutisht, dhe jo vetëm. Dhe mendje pak tek dilema hamletiane. Autori mes tjera shtot: Baby, oh my god, baby. Kjo është. Qysh pe Grand Palais. Oh my god, you drive me crazy. Besoj që këtu nuk ka nevojë për diskutim. Sepse autori në parim i ka thonë të gjitha dhe me pak fjalë mund të themi se ai deri diku të paktën ka zbërthyer ekzistencializmin. Po, unë ndihem shumë krenar që jetoj në kohën që jeton edhe Gjiko edhe që vepron. Ai ke ndëgju për shembull baballar ton të fol për Maradonën. Edhe na kemi pa gjithë Maradonën, ama ata e kanë pas ndjesi ndryshe se e kanë pa kur ka luajt live ai. Apo kupton? Tash njëtin sen do t'ja them edhe na fëmijëve ton që kemi jetuar në kohën e Gjikos, e kemi përjetuar të knu. Pse? E vërtet është. Absolutisht. Nuk ka se bashkë takuva një ditë Labi në Tahirin. E thashe Labi, a do me di që... S'ka nevojë. I thash që se po kom qefën e me të kalzu, ishim një farë panajiri. Thash Labi nuk këthej, ke me më këshu adin, kështë unë e tash jesha Ferizaja, përdin. Këthej me në këtu kërë të thamën e, Qiko, thërma që tha, u këthuj pak kështë s'pët një, o Labi në, thash hajde këtu. Apo kupton? Duhet të them një të vërtet që unë jem shumë i lumtur që jetoj në këtë kohë edhe çka është shumë e rëndësi për një me menaj edhe lutna që mos jem ondër edhe po më del gjumi abdel. Kjo është shumë e rëndësi. Unë s'më thëmë kur gjë. Unë po më që e këmë si në onë këti vetë. Po për fond që za cilësojmë këtë këngë. Që ekspertat? Perle. Kjo e la fundu. O dhe në drepë e. Atëherë shiku se ndëruar ka që kishim për sonte, natën e mirë.
shoqet e mia, ai ke pa shoqet e mia.